Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadyihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit Muhammedit a.s. ja dërgojmë, elusim Allahun të na mëson të dobishmen, pastaj të na sjell dobi nga ajo dhe elusim Allahun xhelleshanuhu të na shton ilmin, diturin. Vëllezër, si zakonisht vazhdojmë me shpjegimin e librit Aqidja at-Tahawiyya, Aqidja e Imamit at-Tahawiyut, i cili këtë akide na i përcjell duke pretenduar se kjo është akidja e Ahlis Sunnetit dhe Xhamatit, akidja e Abu Hanifes, po ashtu edhe akidja edhe imamave tjerë, si Imam Maliku, Shafiu, Imam Ahmedi e kështu me radhë. Ne kemi paraqit temën për mu kujtu se një pjesë të vogël të ligjeratës së kaluar nuk e kemi përmendur, dhe ajo është es-salatu ala men mate minel mu'minin, falja e namazit, dhe thot namazit të xhenazes, ndaj muslimanëve të cilët, ndaj besimtarëve të cilët kanë vdekur. Siç e dim, besimtarët nuk janë të gjithë të një rangu, ka prej atyre që janë besimtarë të devotshëm, ka prej atyre që janë mëkatarë, bëjnë mëkate dhe vdesin, ka prej atyre që janë mëkatarë dhe bëjnë mëkate të mëdha dhe vdesin ashtu duke bërë mëkate të mëdha dhe duke pa u penduar. Qëndrimi i dietarëve islam Ahlis Sunnetit thot duhet namazi i xhenazës të falet çdo besimtari, qoftë i devotshëm dhe jo i devotshëm, qoftë fasik i cili ka bë mëkate dhe ka ndru jetë, derisa nuk dim për ato kufër të qartë që i ka mohuar ato shtillat e islamit. Në gjuhën e akides quhet mimma ulime min ad-dini bid-darure, ato çështje që janë të njohura dhe fare nuk kërkojnë argumente. Dhe më thonë, në islam kemi dë çështje si cili, jo vetëm musliman, po si cili njeri edhe e din. Nëse flasim për musliman, a ka nevojë dikujt për shembull me i thonë që, apo me i pru edhe argumente, gjithë e din që falja e namazit është obligim. E kjo është diçka që është e njohur në islam. Ulime min ad-dini bid-darure, është e njohur që është pjesë e islamit, apo dhënia e zekatit, apo krirja e haxhit, agjërimi i muajit Ramazanit, ose nëse flasim për ndalesat, a thu me të vërtet ka nevojë që dikujt për muslimanëve t'i bina argument që pirja e alkoolit është ndaluar, zinaja është ndaluar, bigjozi është ndaluar, mishi i thiut është ndaluar. I din, domethënë, gjithë njerëzit, bile edhe jo muslimant, e din që një gjë e tillë çka është ndaluar për muslimant. Domethënë, krishterët i thonë ju muslimant, nuk e hani mishin e thiut, ju muslimant nuk pini alkool. Kur vjen muaji Ramazanit, thotë ju muslimant agjironi, ose falni namaz, apo kur e shohin qaben e din që ja qejon vetëm se musliman. Këto janë gjëra të njohura në islam, quhet mimma ulime min ad-dini bid-darura, është e njohur në mesin e muslimanëve, por edhe në mesin e njerëzve, do shtillat ndonja dispozita që janë pjesë e islamit, qofshin urdhra, qofshin ndalesa. E dikush nëse diçka prej kësaj e mohon, apo thot që vallahi namazi janë vetëm lëvizje, falja e namazit është çështje që ka dobi trupi prej atyre lëvizjeve, por nuk është obligim. Unë nuk besoj që Allahu kërkon prej neve që të falim namaz. E ti tregon argumenta e prapë thot s'ka Allahu nevojë për namazin ton ose për agjerimin ton. E këto persona kur vdesin, këto quhen mohues, nuk duhet dhe me thonë këtire qka me ja falë gjenazen. Apo ne e shohim ditën e sodit që shumë e prekin islamin, ofendojnë thuish besimtarët, talen me namazin, talen me agjerimin, talen me agjirusit, talen me haxhin, talen me çështje që kanë vlerë pesht madhe në islam. Këto faktikisht kanë bo kufër. Dhe Allahu xhelleshanu, vëllezër, është interesant, tu i kompru disa ajete,
Pejgamberi alayhis salam se namazi këto persona, do me thonë, nuk ju falet namazi. Edhe ne shohim me të vërtet një dukuri shumë të keqe. I dim personat që e kanë faktikisht kanë ofendu muslimant, e kanë ofendu, do me thonë, i kanë prek edhe i kanë, jo vetëm se i kanë mohu, jonë talë me shtilat e islamit. Edhe kur vdes, ka për shembull prej atyre që shkojnë dhe u afalin këtire gjenazen. Pejgamberi alayhis salam kur vdiq Abdullah ibn Ubej ibn Selul, kishte munafik. Djali i tij ishte shumë i devotshëm. Erdhte Muhamedi alayhis salam dhe i lut, tha ja Resulallah, baba jam ka vdek, dvish t'ja falish namazin e gjenazes. Pejgamberi alayhis salam e mori rrugën dhe u nis. Omeri e tërhiqte Muhamedin alayhis salam për xhubes dhe i thonte, për asaj ati mantilli që e ka pas, thonte ja Resulallah, ku shkon ti t'ja falish gjenazën? Kjo është koka e munafikëve. Pejgamberi alayhis salam tha, ilejke anni ya Omer, largo prej meje, tha Omer. Inna Allahe qad khayyarani bejne dhalik. Allahu mu më ka dhënë dy opcione, t'ja fali gjenazën ose jo. Pse? Allahu në Kur'an, para se me ardh kia ajeti tjetër, ishte kia ajet. Istaghfir lahum au la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Allahu i tha për ato, kërko bo istighfar ose mos bo istighfar, një lloj e ki, i tha Muhamedit alayhis salam. Për këto munafikët, ose bon istighfar, çka është istighfar? Or Allah me bo lutje me ja fal. Ose mos bo, një lloj është. Edhe nëse lutesh 70 herë që Allahu t'u afal atire, nuk u afal Allahu xheleshanu atë. Kia ajet ishte. E Muhamedi alayhis salam bas ti ajeti që t'ja fale namazin e kujt? Namazin e gjenazës. Pse Allahu i tha, ose bë dua për ato, ose mos bë dua, një lloj është. Edhe nëse 70 herë bën dua, unë nuk u afali. E kjo për pejgamberin alayhis salam ishte që mund të zgjedhësh ose bë dua ose mos bë dua. E pejgamberi alayhis salam tha, ta di që nëse bëj më tepër se 70 herë dua, e kisha bë. Kisha sa i dhimbshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Omeri çka ishte? E tërhiqte për teshëm. Mos shkoj ja Resulullah. Nuk kanë kalu, thot, as 24 orë, ose më thonë nuk jam bot ditit, derisa zbret ajeti që Allahu xheleshanu i thot, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabrihi, innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu hum fasiqun. Mas sodit, tha Allahu, as kërkujt prej atire mos ja fal gjenazën. A e ka ofendu islamin, a është talë me hijabin, a është talë me namazin, ato kanë bo kufër. As mos shko të varja ti me qëndru. Allahu xhelleshanu si e zbriti ajetin, ashtu si pas miratimit Omerit. Omeri tha, ku shkon ja Resulallah? Këti që falish, koka e munafik vosh. Pejgamberi alayhis salam tha, mu Allahu më ka dhënë zgjedhje, ma kalon hapët çështjen, ose të bëj dua ose mos bëj dua. Edhe pse Allahu i tha edhe 70 herë, nëse bën dua për ato lutesh, unë nuk ju afali atire. E pejgamberi alayhis salam prap, pejgamberi i mëshirës shkoi t'ja fale gjenazën, edhe boni dua te varri ati. E Allahu xhelleshanu e ndaloi, ja ndaloi, tha, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kurmo te ato munafikët që kanë, për shembull, i kanë ofendu muslimant, ki Abdullah ibn Ubej ibn Selul i vlezër, nuk dihet si ki, dhe me thonë, hapta s'ka bo kufër, ka mohu diçka, por atë një fakun e ti, a i her pas herë e shpalonte. Për shembull, luftën e Bedrit, kur muslimant korën sukses të madh, edhe kokat e mushrikëve u vranë luft, ki shprehu ngushëllime, tha subhanallah, nëse këto janë kokat dhe me thonë prisat e arabëve, me të vërtet, nëse këto janë vra, atëhere, ajo mbrëmësina e tokës është ma e dobishme se e përsina e tokës. Më thonë, kjo është që a ju hidhru me gëzimin e muslimonve. Pra ndaj ato njerëz cilët, edhe nëse kanë emrin muslimon, kur muslimonve ju goditën diçka e mirë, ato hidhrohen, ato brengosen, e nëse muslimonve i ndodhen dhe një e keq e gëzohen, to dije se këto kanë një fakt në zemrën e tyre. E Allahu xheleshanu pejgamberit alayhis salam janë ndalojnë një gjë të tillë. Masodit thamo te këto që kanë ofendu musliman, tallen me islamin, e kështu më radhë, mos shko t'ja falish gjenazën, as më qëndro te varri këtire, mos me bo dua. Shiqoni vlezër një ajet tjetër, thot Allahu xheleshanu, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab.
Qul e billahi, wa ajati, wa rasuli kuntum testehziun, la ta'tadhiru, qad kafartum ba'da imanikum. A dini vlezës për ka zbrit kja jet, disa prej muslimonëve në luftën e Tebukut, ishin pjesë e ushtrisë islame. Ishin një grup aty dhe fillun të tallen me cilët me ato lexuesit e Kuranit, hafidha, çka thanë, nuk kena pas si këto kurra, dhe me thonë këto lexuesit e Kuranit që mbanë si hoxhallar. Këto ku është ushqimi këto të parët, kura lufta këto nuk tregojnë trimni. Dhe me thonë, u tallën me cilët me hafizat e Kuranit, me ato që kishin dituri. Muhamedi a.s. ishte prezent, edhe Allahu Gjelleshanuhu e lajmëroj. Këto erdhën të pejgamberi a.s. dhe thanë, jo, oj dërguari Allahut, ne bojshim tallë dhe bojshim, hajgare e kishim, nuk e kishim me gjithmend. Allahu Gjelleshanu i zbriti këtë ajet, tha, wala in sa'altum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nëse i pritën ti pse keni vepruar kështu, pse jeni tallë me muslimanët, me ato që janë hafiza, me ato që e mbrojnë fjalën e Allahu Gjelleshanu, pse jeni tallë me to? Thanë, kunna nakhudu wa nal'ab. Jo, veç hajgare po bojshim. Allahu Gjelleshanu, qul e billahi, a me Allahin, me vargjet e Allahut dhe me pejgamberin a.s. talleni, dhe me thonë Allahu Gjelleshanu e konsideroj talljen me muslimanët, të cilët e manifestojnë fenë e Allahu Gjelleshanu, me thonë a këto që po shkojnë xhamia, këto janë prapambetët e kështu me radhë, Allahu e ka quajtur këtë tallje me Allahin. Pse? Se ai namaz çka e bëjnë muslimanët, apo atë agjerim që e agjerojnë, ajo është tillë e islamit, atë ka urdhëruar Allahu. Allahu bisedën e këtive që u tallen me disa prej muslimanëve e quajti çka? Tallje me Allahin. Ato që tallen me muslimanët, ato dinë se tallen me Allahun Gjelleshanu. Se muslimanët nuk ju nënshtrojnë urdhrave të Allahut vetëm se Allahu i ka urdhëruar. Prandaj kjo do të thotë tallja me një dispozit islame, është sikur se je tallë me Allahun, me ajetet e Allahut dhe me cilën? Dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po pse edhe pejgamberi alaihi salam këtu? Kush na i ka përcjell neve këtë fe nga Allahu Gjelleshanu përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj që ato njerëz, që këtyre njerëzve shkojnë ja falin xhenazën, edhe elhamdulillah sot nëpërmjet rrjeteve sociale e din filani me emër dhe mbi emër sa ajo është tallë me Islamin. Prap ka prej atyre, vetëm se mbajnë qallë me ato me vërtet s'kan lidhje me Islam, ose prandaj këtyre lloj njerëzve nuk ja falen namazit ose një xahil ose një munafik. Ai që është tallë me Islamin, është tallë me muslimanët, edhe është i njohur publik, ti me shku tash me ja fal atij namazin e xhenazës, shkojnë vetëm di persona, ose ai që është xahil, nuk e njeh fenë e Allahut, ose ai i cili është munafik një lloj se ai edhe shkon thotë nuk më intereson. Domethënë ai fenë e Allahut Gjelleshanu as pak nuk i çon vlerë, nuk i çon pesh fjalës Allahut, dispozitave të Islamit, por ki do të tregohet se unë jam më i mirë se ato të tjerët. Prandaj ka thonë dietarët këtyre njerëzve mos me ja fal me argumente të qarta, mos me ja fal namazin e xhenazës. Por me bë për ato dua as pak hiç. Muhamedi alayhis salam një herë luti Allahun Gjelleshanu që të bëne dua për nënën e tij. E Allahu Gjelleshanu nuk e lejoi. Të bëne dua për nënën e tij. Por e luti Allahun ta viziton varrin e nënës, Aminën, shkoi pejgamberi alayhis salam e vizitoi. E për këtë Allahu Gjelleshanu zbriti një ajet thot: "Ma kana lin nabiyyin wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allahu tha, nuk e ka drejt, nuk i lejohet profetit për Muhamedit alayhis salam, edhe besimtarve të bëjnë dua dhe të luten për mushrikët që kanë vdek me shirk, edhe nëse i kanë të afërmit e tyre, pasi që është bo e qartë se ata janë prej banorëve të zjarrit të xhenemit. Do thonë shoh vëllezër në Islam, nuk ka çështje hajse unë e kam zemrën e mirë, unë hajse Allahu Gjelleshanu është falës dhe mëshirues, edhe i pranon lutjet, po i pranon Allahu Gjelleshanu lutjet kur janë lutjet për besimtarët. Por ato të cilët kanë dalë prej fejes Allahu Gjelleshanu, ato nuk llogariten musliman dhe nuk lejohet atyre me ja fal namazin e xhenazës, edhe nuk lejohet për ato me bë dua. Shikoj Muhamedi alayhis salam vlerën dhe ku e ka vendin sa afër Allahu Gjelleshanu është, Allahu i tha ja me bë dua për nënën. Edhe zbriti ajet: "Ma kana lin nabiyyin wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba." Nuk i lejohet pejgamberit, nebi, e ka emërtu Allahu Gjelleshanu, edhe besimtarve me bë ato dua për cilët, me bë dua për ato të cilët kanë vdekur jo si musliman, edhe nëse janë të afërmit e tyre.
Kjo ishte e pjesa që në mbet, do me thonë, prej dersit të kaluar. E sotit është që e kemi paraqit, el haqju wal gjihadu madijan ila qiyami sa'a. Autorit ashtë thot Imamet Tahawiu, haxhi, krirja e haxhit, po ashtu edhe çështja e xhihadit, janë di çështje, di dispozita të cilat vazhdojnë deri kur? Deri qiyam es-sa'a, do me thonë deri sa të vjen dita e gjykimit. Pastaj thot këtu për shpjegimin, thot wal haqju wal gjihad madijani ma ulil emri min el muslimin. Thot, nëse ka pris muslimant, kanë krijetarin e tyre, kanë khalifen, do me thonë duhet çka edhe urdhron, pa marrë parasysh, urdhron khalifja për haxh, edhe nëse është khalifja prej atyre që është mëkatar, nuk ka do me thonë shumë besimtar i devotshëm, qoftë edhe nëse thret do me thonë për luftë, duhet çka, duhet me ndjek urdhrin e tij. E kanë pyet Imam Ahmedin e i kanë thonë, cilën e kishte zgjedh për krijetar dhe nën urdhrin e kujt do të kishe luftu? Nën urdhrin e krijetarit të luftës, i cili është i devotshëm, i sinqert, ka dituri, por nuk ka eksperiencë për gjatë, nuk e njeh ai këtë çështje. Ose ndaj një prisit, i cili është mëkatar, mundet që edhe pin alkohol, ndëgjon muzikë, e gjëra tjera, ama është njeri i aftë, i njeh rregullat e luftës, ka eksperiencë, ka përvojë, e i din në me thonë të gjitha ato si funksionojnë armatimet të kështë me radhë. A din vëllezër Imam Ahmedi për cilën ka thonë unë me cilën apo nën urdhrin edhe cilën do ta kisha zgjedhur si krijetar, thotë këtë ditin. I thanë si, po ki nuk ka i devotshëm. Ka thonë gjithëri, pse jo me atë parin? A thonë ai pari, devotshmërinë që e ka, sinqeritetin që e ka. Ajo është për veten e tij. Ai devotshëm është për veten e tij, ai sjell dobi vetëm atij. Ama mos njohjen se si funksionon lufta, kjo është dom për gjithë umetin, ai s'është për këtë çështje. Ai me të vërtetë është i devotshëm, e din Kur'anin përmend, din edhe hadithe e kështu me radhë. Të kënaqen kur fal namaz, ama nuk din si funksionon ai, as tenku as tirexhora thot. Devotshmëria atij është për dobinë e tij, ama mos njohja e tij, mos pas përvojë, ai s'ka përvojë për çështjen e luftës, kjo thot i kthehet domi dhe belaja gjithë umetit. A ki tjetri që nuk është i devotshëm, nuk është i sinqert, jo që ka bo kufër, po bën mëkate, thot prej tyre mëkateve që i ceka. Ajo thot është ai ka për ato i bën dom vetes ti. Ai tek Allahu xheleshanu ka me dhon përgjegjësi, ama për përvojën, për njohurin, i cili është ekspert në çështjen e luftës, e din se si funksionojnë të gjitha armët dhe armatimin, e din topin si me e drejtu për 500 metrë kështu me radhë, thot ajo aftësia ati në këtë çështje i sjell dobi dhe krenari të kujt gjithë muslimanëve. Prandaj Ebu Ejub el Ansari, ne e di vëllezër Jezidi, djali i Muavijes. A dini se dietarët islam për Jezidin, disa janë të mendimit që duhet mallkohet, bëhet lanet, disa thonë jo. Por rahmet kanë thonë mos me i çu. Për Jezidin, djalin e Muavijes. Pse? Ka bo disa krime, me të vërtet. Një prej atyre vrasja e Husejnit. Tjetra është ushtrinë që e dërgojnë vitin e 63 sipas hijretit me Uqbe ibn Muslim, e dërgojnë Medine, e masakroj popullin e Medines, urdhri Jezidit, edhe kanë bo përdhunime të mëdha të qikat e sahabeve, edhe të gratë e sahabe, ushtria e këtij Uqbe ibn Muslim. Vitin 63 sipas hijretit quhet Waqatul Harra. Ki urdhëroi Jezidi. Pse? Se ato kur e panë se Jezidi çon një delegacion prej Medine se ndëgjon që Jezidi e vanon namazin, herë del, herë nuk del, pin alkohol e kështu me radhë. Edhe ato çun do njerëz të besueshëm. Kur erdhën ato, me të vërtetë takuan Jezidin, ai prit. Shpi alkohol. Edhe krijetari muslimanëve. Krijetari gjithë muslimanëve. Kur u kthejnë ato në Medinë, edhe pse ki nderoj ato shumë mirë, kur u kthejnë në Medinë thot këto delegacioni që jetë prej Medinës tanë vallahe, me qenë Jezidi prisi jonë, jo. Pse çështu ai vepronte. Kishte me thonë ati vallëzuese, pinte alkohol, muzik, nuk lejonte të falet namazi, deri kur t'i kondet ati, shumë herë dilte edhe i prit, e kështu me radhë, edhe thanë populli Medinës, ne nuk jem nën bejën e ati, dhe me thonë, ne nuk e konsiderojmë atë si krijetar. Kur ndëgjaj ki dërgoj ushtrinë, edhe faktikisht ishte
ki ai që e koordinonte ushtrinë, e dirigoi ushtrinë që ato ta bëjnë këtë masakër që e bën në Medinë, ka ndodhur kjo prej masakrave më të mëdha. Megjithatë, Ebu Ejub al-Ansari radiallahu ta'ala anhu, pasi që mo Husejni vdiq, para ati edhe Aliu, edhe Hasani, Ebu Ejub al-Ansari ishte prej atyre që e donte xhihadin, kishte qejf me marr pjesë në luftë. Kur e pa që s'ka mbet mo pris prej muslimanëve, s'don, Jezidi është, ki përsëri erdh te ushtria e Jezidit edhe mor pjesë, edhe i tha Jezidit, dije se unë kom qenë kundërshtari më i madh i joti. Ebu Ejub al-Ansari ka qenë ka ushtria e Aliut radiallahu ta'ala kundra Muawijës. Edhe i tha Jezidit, une përsëri nuk të duhet i, ama ti ai që faktikisht i dirigjon ushtrit islame për ta përhap islamin. Edhe une duhet marr pjesë të me thonë në ushtri. Jezidi tha, po ti je i mësardhër, ti je shoku i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej parve. Edhe do ta cek edhe një rast ka ndodhur, arrin ushtria e Jezidit deri te muret e Stambollit. I ketësohet gjendja e Ebu Ejub al-Ansariut, i ketësohet gjendja. Edhe i thot Jezidit, mune nuk më duket që do të kthehemi gjallë. A kisha dëshirë me mvaros sa ma afër murve të kujt të Stambollit, Konstantinopole atëherë çka i kanë thonë. Edhe me të vërtet Ebu Ejub al-Ansari vdes. Jezidi, djali i Muawijës, e merr Ebu Ejub al-Ansariun dhe e varosën afër ngjitët me murin. Ndel mbreti romakëve prej nalt, prej murit edhe i thot, shiqo thot, sa të marrë jeni ju muslimanët. A beson thot sa të ktheheni prap, ne kena me nxjerr prej varri. Këtë që e varosni. Me e bo copa dhe me adhon qemve. Sa të largoheni ju? Kër e tha këtë fjalë Jezidi, atë shumë nervozu se ki ishte sahabi, shoku i Ebu Ejub al-Ansari, që Muhamedi alayhis salam Medinë qëndroi disa javë të shtëpia e Ebu Ejubit. Shiqoni Jezidi, me të vërtet, tona ato të këqija çka i ka pas atë fiskun, i tha mbretit romakëve, vallahi, unë e di se çka do të bëni ju. Unë jam 100% se çashtu do të veproni. Ta hap fjalën. Veç pak një grush dhej me largu prej këtij varrit. Unë në viset arabe nuk loj as një krishterë. Nuk loj të gjallë. Kur e ndëgjaja e mbreti këto, vallahi tha unë kom melon ushtar me mbrojt varrin e tij. Edhe obligoj ushtar me mbrojt varrin e kuj e Ebu Ejub al-Ansari radiallahu ta'ala anhu. Pse e ka pru këtë Imam Tahawiu këtë temën që duhet krijet haxhi, edhe të thirret domethënë të luftohet pas çdo halifes, qoftë i mirë apo i keq, vepër mirë apo vepër keq. Pse? Për arsye se shiat thonë nuk bëhet xhihad vetëm nëpërmjet kujt halifes, kur do të vjen Mehdi Muhammed ibn Hasan al-Askari. Ki vëllezër Muhammed ibn Hasan al-Askari është sipas shiave imami i 12. Imami i 12. Baba i këtij Hasan e ka pas emrin, ki vdes në vitin 256 sipas hijretit, vdes. Djali i këtij mas 4 vitësh, flas sipas shijave, ki është imami i 12 të cilin e presin shijat. Ki hin të një vend, domethënë në gjuhën këto e përmendin e Serdab. Serdab sikur se me thonë dikund ulër, thellë, dikund si podrum. E thotë që ki u ka hup aty prej atëhere. Prej cilet vit? Prej vitit 260 sipas hijretit. Çdo ditë shija të mëngjes, aty i lojnë herë një kal, herë një mushk, herë një deve, që kur dale ki prej aty, edhe me thonë kjo është imami jon, si ne presim Mehdin edhe do të vjen. E ato çdo herë në mëngjes i thonë, dil o imami jon, dil prej atij vendit, që ku e ki e kalin e kështu me radhë. E Imam Tahawiu me qëllim e ka pru këtë temë që ka thonë ne, musliman, pa marrë parasysh, kena khalife, apo edhe nëse nuk kena khalife, nëse një vend të muslimanëve për shembull luftohet, atëherë duhet ai vend me u organizu, me e largu atë zullumin, nëse ato nuk munden vet, qyteti tjetër, derisa urdhri i përfshin gjithë muslimanët. E shijat këtë e kanë Muhammed ibn Hasan al-Askari, e konsiderojnë domethënë si imam Mehdi, edhe imami i tyre i 12. Te shijat vëllezër këto imamat që i përmendin, si fillojnë prej te Aliu, Hasani, Husejni, për shembull Ja'far as-Sadiq, Musa al-Kadhim, që i kanë 12, i thonë imamat tonë janë masum. Çka do thotë masum? Të cilët nuk bëjnë asnjë mëkat. E pejgamberi alayhis salam është prej atyre që ka qenë masum. E këto thonë edhe imamat tonë, të 12 imamat tonë, edhe këto janë masum. Çështja vëllezër e xhihadit është prej çështjeve që Allahu subhanahu wa taala
e ka përmend në Kur'an. Dikush thot nuk ka, ajo është domethënë xhihadi i nefsit. Dikush thot për kur bëhet fjalë për xhihadin, bëhet fjalë për xhihadin kundra xehlit, kundra punëve të këqija, këto i thona tamam janë në Islam. Por ajo që Muhamedi alayhis salam e ka përmend, wa dhirwatu sinami al jihad fi sabilillah, kur i përmendi Muhamedi alayhis salam për shtillat e Islamit e kështu me radhë, dhe tha maja më e lartë kush është? Tha është domethënë xhihadi në rrugën e Allahut xhaleshanhu, për përhapjen e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Tema tjetër vëllezër, çka vjen ka lidhje me fiqhun, dhe ajo është el mesh ala al jawrabain, fshirja, el mesh ala al khuffain, fshirja për një khuf. Ne i përmendim meste, i thona meste atyre. Ato në gjuhën arabe nuk e kanë emrin meste, e kanë khuf, dhe ato janë prej lëkurës. Ato janë prej lëkurës. Fshirja e, ta përmendi si mas asaj që i njohim ne, fshirja e mesteve, bëhet fjalë për mestet të lëkurës. Sipas Islamit, hadithet për këtë çështje janë mutawatir. Nuk guxon kush një gjë e tillë çka me e mohu. Për arsye se hadithet janë mutawatir, domethënë është zinxhiri i parë, janë të 80 sahabi, pastaj u kanë përcjell të tjerëve, derisa ka arritur domethënë çdo gjenerat pas gjenerate, persona që i kanë përcjell hadithet e fshirjes përmi mes khufein, të cilët janë si çorap, por janë prej lëkurës, hadithet janë mutawatir, domethënë kanë thonë dietarët, dhe ai i cili e mohon fshirjen përmi meste ka dalë prej feje. Pse? Hadithet janë aq të forta që nuk lejohet. Çështja e fshirjes, Allahu xhaleshanu e ka përmendur edhe në Kur'an, thot: "Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum." O ju besimtar, kur çoni ta falni namazin, lani fytyrat e juaja. "Wa aydiyakum ila al-marafiq", edhe duarët e juaja deri te bryllet. "Wamsahu bi ru'usikum", dhe fshini kokat e juaja. "Wa arjulakum ila al-ka'bayn", shiqoni, arjulakum me fetha. Lani fytyrat e juaja me fetha. "Ighsilu wujuhakum", wa aydiya me fetha. "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn", edhe lani këmbët e juaja deri te nijet, deri te zogët. Te zogët e këmbëve. Shiat nuk i lajnë këmbët, por ato vetëm i fshin. Pse thot to e marrin me fetha. Nëse kjo për më u kuptu me të vërtet, duhet me njohë dhe faktikisht edhe gjuhën arabe. "Wamsahu bi ru'usikum", ka ardhë me kesra, bi ru'usikum. E shiat thonë kjo, "wa arjulikum", i thonë me kesra. Allahu thot, fshini kokat e juaja. E shiat thonë, kjo tjetra çka vjen, dhe fshini dhe këmbët, është pjesë e asaj kokës. Allahu thot, fshini kokat e juaja, dhe shiat thonë kjo prapashtesë. Edhe fshini edhe këmbët e juaja. Ne e thonë ajo, këmbët ka ardhë me fetha, edhe pse lexohen di leximet, edhe me kesra, lejohet edhe me kesra, ka di leximet sakta. "Wa arjulikum wa arjulakum". Pse Allahu xhaleshanu, domethënë e ka prua, është për leximeve të sakta edhe me kesra. Edhe fshini këmbët e juaja. Tu thon dietarët, e ka pas Allahu xhaleshanu qëllimin që nëse i keni vesh kpucët apo i keni vesh mestet, atëherë ju lejohet t'i fshini. E këtu kur është me kesra, leximi që është i sakt me kesra, bëhet fjalë për me i fshi, për cilët? Jo këmbët, me i fshi mestet apo kpucët që i keni mbath me abdes. E këtu me kesra. A leximi që është i njohur hafs është me fetha, domethënë me i la këmbët deri te nijet, me i la këmbët deri te, domethënë zogat e këmbëve. Kjo është ajo me fetha që ka ardhur. Është çështja se a lejohet këtu tash me i fshi edhe çorapët. I ke vesh për shembull çorapët. Kur bëhet fjalë për çorap, vëllezër, nuk ka në Islam që jo çorapi duhet me qenë i trash e kështu me radhë. Çdo gjë që e ka emrin çorap, është çorap dhe lejohet çka me i fshi, përmiton nëse me kusht i ke vesh çorapët me abdes. Janë përshtatshëm për ecje, lejohet me i fshi. Por a ka hadithe që Muhamedi alayhis salam i ka fshi çorapët? Çdo hadith që përmend që pejgamberi alayhis salam i ka fshi çorapët, ose hadithe ka që nuk i ka fshi, të di palët janë të dopta. Edhe hadithe që Muhamedi alayhis salam i ka fshi çorapët, hadithet janë gjithë dopta. Edhe hadithet që thuhet që pejgamberi alayhis salam nuk i ka fshi çorapët, edhe ato janë të dopta. Për rregull, ne e dim që lejohet, domethënë kena ndëgjuar që thonë hoxhallarët e kështu me radhë, po lejohet t'i fshim edhe çorapët.
për arsye nëse i kemi vesh çorapët me abdes, nuk janë çorap të tejdukshme, çka thon, si thona çorapët e grave, po edhe nëse janë çorapë vere, lejohet. Pse lejohet? Për arsye thot Ibnul Mundhir, edhe Ibn Qayyimi, është përmendet për më shumë se 12 sahabe, të cilët i kanë fshi çorapët. Prej atyre kush është? Është Omer ibn Khattab, është Ali ibn Abi Talibi, është Abdullah ibn Mes'udi, është Abdullah ibn Omeri, është Bilal ibn Rabah, është Ammar ibn Yasir, është Ebu Umame el-Bahili, është Saad es-Saidi, edhe shumë dhe me thonë sahabe tjerë, të cilët të regojnë që i kanë fshi çorapët. E thonë, pasi që kemi një grup të mëdhej të sahabeve, që ato i kanë fshi çorapët, më thonë, kur kanë marrë abdes, i kanë vesh çorapët me abdes, dhe i kanë fshi çorapët, atëherë na mjafton neve vepra e këtyre sahabeve me pas si argument. Pse? Se sahabët nuk e bëjnë një gjë vetëm nëse e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A shikoni kjo çështje sa interesant. Kur vjen puna për hadithin, hadithi është i dobët. Hadithet që flasin që Muhamedi alayhis salam i ka fshi çorapët, hadithet janë gjithë të dobta. Ama këto sahabe që i ceka, si Aliu radiallahu, edhe Abdullah ibn Abasi, nuk e ceka ma herët, edhe ajo është prej atyre që i ka fshi çorapët, thonë tash dietarët. Këto sahabe, një numër i madh i këtyre sahabeve të mëdhej, do të thonë Omeri radiallahu ta, Aliu, Abdullah ibn Mesudi, ibn Omeri, ibn Abasi, Bilali, tjetër kush ishte Ebu Umame el-Bahili, Ammar ibn Yasir, të sahabet e parë, thotë këto nuk e kanë bën një vepër të tillë vetëm nëse e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse nuk kena prej tyre zinxhir që këto e përcjellin që e kena pa Muhamedin alayhis salam, i ka fshi çorapët, përsëri vepra e këtyre mjafton banjament si argument që ne lejohet të fshim çorapët nëse i kena vesh çorapët me abdes, edhe kur vjen te çorapët i fshin. Kam, domethënë, sipërmen me dorën e djathtë, edhe këmbën e majt me dorën e majt, dhe një gjë e tillë nuk ka, domethënë, nuk prish punë, edhe është e lejuar për arsye se ky numër i madh i sahabeve, emrat e cilëve i ceka, këto e kanë vepruar një vepër, thot Ibnul Mundhir, edhe Ibn Qayyimi e ka përmend, edhe shumë dietar tjerë e kanë përmend që për ne kjo është ixhma, domethënë nuk prish punë, mbasi që ky numër i madh i sahabeve e kanë bën një vepër të tillë, nuk e bëjnë një vepër të tillë vetëm se nëse e kanë pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.